Qeveria shqiptare ka miratuar vendimin e ri për indeksimin e bazës së vlerësuar të vitit 2024, duke vendosur një koeficient për 6.4% që do të ndikojë drejt për drejt në llogaritjen e pensioneve të ardhshme. Vendimi pritet të prekë të gjithë qytetarët që do të dalin në pension nga 1 janari 2026 në vijim, pasi pagat mbi të cilat janë paguar kontributet ndër vite do të rivlerësohen sipas standardeve aktuale ekonomike. Sipas formulës së re do të përtitsohen të gjitha periudhat kontributive që nga viti 1994 me synimin që kontributet e derdhura dekada më parë të mos humbasin vlerën përballë inflacionit të rritjes së pagave. Megjithatë, qeveria ka vendosur edhe kufizime. Për periudhën 1994-2001 baza nuk mund të kalojë trefishin e pagës minimale, ndërsa për vitet pas 2002 do të merret si referencë paga maksimale në shkallë vendi. Efektet financiare të kësaj skeme do të mbulohen nga buxheti i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, i cili do të zbatojë llogaritjet e reja për pensionistët e ardhshëm. Qeveria shqiptare ka miratuar vendimin e ri për indeksimin e bazës së vlerësuar të vitit 2024, duke vendosur një koeficient për 6.4% që do të ndikojë drejt për drejt në llogaritjen e pensioneve të ardhshme. Vendimi pritet të prekë të gjithë qytetarët që do të dalin në pension nga 1 janari 2026 në vijim, pasi pagat mbi të cilat janë paguar kontributet ndër vite do të rivlerësohen sipas standardeve aktuale ekonomike. Sipas formulës së re do të përtitsohen të gjitha periudhat kontributive që nga viti 1994 me synimin që kontributet e derdhura dekada më parë të mos humbasin vlerën përballë inflacionit të rritjes së pagave. Megjithatë, qeveria ka vendosur edhe kufizime. Për periudhën 1994-2001 baza nuk mund të kalojë trefishin e pagës minimale, ndërsa për vitet pas 2002 do të merret si referencë paga maksimale në shkallë vendi. Efektet financiare të kësaj skeme do të mbulohen nga buxheti i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, i cili do të zbatojë llogaritjet e reja për pensionistët e ardhshëm.